a do me lujtë duk, ose dikush tjetër, po mënej... Veç nëse muj me arë në rend mi bleqat tiket, se po me lujtë edhe fërt. Mirë po, naturisht, kjo lojë është vetmja që nuk luhet vetë. Edhe njeri si une, e une mendoj që edhe njerëzit si ju edhe plot njerëz tjerë, vazhdimisht përpiqen me gjetë mënyrën në që shmu shëndru në një pjesë të një ofertet mundshme politike nesër. Unë për veti e shoh angazhimin tem politikisht pikrisht në atë fushën radikalisht liberale. Unë që aty e shoh vetën me qenë se i kom pak si tepër vjetë për më bo revolucionar. Edhe moti jëm në këto zhvillime për me mujt me mirëmbajt një nacionalizëm ekstrem. Realisht duhet njeri si une edhe një numër, ndoshta jo shumë i madh i njerëzve si une, me deklaru vetën edhe me regjistru edhe me mu angazhu duke e bardh një brend caktum. Është e vërtet që aty naturisht pajtona me vuzhalin si qashtu është, pra nëse dënë me hynë këtë lojt, duhesh me janis mu boga ati mi lujt, duhesh me vesh dresin. Edhe unë mendoj që ajo herë do kur dhe do të ndohë. Tash, unë nuk pres ndoni që do të ketë ndoni sukses të madh apo ndoshta ndoni jehon të madhe. Mirë po unë mendoj që është shumë më e pandershme me fol edhe mos me bëu kurrë. Përmendën edhe emra të tjerë në publik, është emri i Dastit Pallaskës, Lumir Abdigjikut, njerëz të tjerë, pra a jeni ju të gatshëm që të bashkëpunoni me këta, keni po mënoj a mendoni pak a shumë njëjtë, si ekziston, si është? Lumiri edhe Dastidi e përfaqësojnë një Kosovë 3 e cila është edhe profesionalisht e avancume edhe është moralisht e vetëdijshme. Se në këtë zanat politikës po shihet që veç avancimi profesional nuk ishim mjaftueshëm nëse s'po kishe edhe që thojnë ka anat terbije, nëse se ki edhe një nivel caktum të një ndërtimi moral. Edhe si Dastidi, si Lumiri e paraqesin një fushë shoqënore të Kosovës për cilën unë shpresoj të jetë shumë më e madhe.